Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lam të mirë, tensioni lart. Ja ushqimet që duhet të hani çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Hipertensioni ose e njohur ndryshe si tensioni i lartë i gjakut është një prej sëmundjeve me të cilat bashkëjetojnë gati 30% e popullatës sonë botërore. Një vrasës i eshtur që po rritet me një shpejtësi të frikshme. Kjo sëmundje kronike karakterizohet nga rritja mbi vlerat normale të tensionit të gjakut të arterjeve. Prania e hipertensionit tek personat arrit rrezikun për zhvillimin e patologjive të tjera si diabeti, sëmundjet kardiovaskulare dhe iktus. Një prej këshillave më të shpeshta që japin kur vuajnë nga hipertensioni është ndryshimi regjimor ushqimor. Në këtë video do të gjeni të gjitha ushqimet që duhet të hani për të mbajtur tensionin nën kontroll dhe për të përmirësuar shëndetin tuaj në mënyrë të rregullt, citojnë ekspertët e Healthline. Sipas tyre, këto janë produktet më të mira shëndetësore, të cilët do të përmirësojnë ndjeshëm edhe hipertensionin. Ushqimet që përmbajnë magnez dhe ato që përmbajnë kalcium. Ushqimet e përpasura me magnez dhe kalcium ndihmojnë gjithashtu edhe për të përmirësuar arteriet tuaja, në kontrollin e tensionit të gjakut dhe mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Ushqimet që përmbajnë magnez janë drithrat, orizi integral, bajamet, gështenjat, fasulet, gjithashtu. Ato janë një zgjidhje shumë e mirë për dietën tuaj. Ushqimet që përmbajnë kalcium janë kosi, djathi, gjithashtu lakra kineze, brokoli, spinaqi dhe lakra jeshile. Ndaj nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të mbani larg hipertensionin, këto produkte duhet të jenë pjesë e pandare e dietës suaj. Selinol mban nën kontroll kolesterolin dhe stimulon veshkat si dhe shërben për të luftuar edhe problemet e hipertensionit. Selinoja përmban minerale shumë të rëndësishme në aspektin tuaj imunitar, siç është kaliumi, zinku, kalciumi, hekuri, fosfori, magnezi, vitamina C, vitamina B. Në mjekësinë kineze, selinoja është përdorur si një ilaç për tensionin e lartë të gjakut. Lëngu i selinos është një mjet i shkëlqyer për ruajtjen e shëndetit të mirë pasi mban larg toksinat në trup. Edhe peshku, sipas ekspertëve, është një alternativë e theksuar ushqimore për problemet tuaja të hipertensionit. Peshqit të tjerë si salmoni, toni, trofta e të tjera janë të pasura me acide yndyrore omega-3, të cilat ndihmojnë në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Salmoni përmban acide yndyrore të cilat nuk mund t'i prodhojë trupi ynë, të cilat ulin rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe paralizës. Erëzat jo vetëm që ndihmojnë në dhënien e një shije më të mirë të ushqimeve, por ato gjithashtu ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut. Rigoni, piperi i zi, borziloku dhe shafrani indis ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut dhe përmirësimin e shëndetit tuaj. Hudhra. Studimet të ndryshme kanë zbuluar se hudhra është paqë efektive në uljen e tensionit të lartë të gjakut, sa dhe disa medikamente të zakonshme. Ulëntuesit australian theksojnë se doza prej 600 deri në 900 mikrogram që përdoren në shumicën e mjekëve përmban 3.6 deri në 5.4 mg të alicinës, përbërësi kryesor aktiv tek ajo. Çokolata e zezë. Konsumi i çokoladës së zezë është i mirë për shëndetin e zemrës pasi ul shtypjen e lartë të gjakut. Specialistët këshillojnë gjithashtu që së bashku me dietën e duhur, të sëmurët me hipertension duhet të bëjnë ecje ose shëtitje në ajër të pastër për të paktën 2 ose 3 herë në javë, të cilat do të përmirësojnë kështu edhe shëndetin tuaj kundër hipertensionit. Presioni i lartë i gjakut ose hipertensioni është një nga shkaktarët kryesorë të goditjeve në tru dhe sëmundjeve të ndryshme kardiovaskulare, citojnë ekspertët. Edhe dieta e duhur ushqimore mund të jetë gjithashtu një mbajtëse e shkëlqyer për të përmirësuar imunitetin dhe jo vetëm. Nëse dëshironi të zvogëloni këtë problem dhe të përmirësoni nivelin e hipertensionit në dietën tuaj, duhet të shtoni produkte të dietës mesdhetare. Dieta mesdhetare është e njohur për shumë arsye, e pasur kryesisht me ushqime të shëndetshme dhe e mbushur pjatën me plot shije. Mund të zvogëlojë gjithashtu edhe rrezikun e goditjeve në tru dhe të parandalojë edhe problemet tuaja të hipertensionit. Në të duhet të shtoni sa më shumë drithra. Nëse doni të mbani nën kontroll presionin e gjakut, drithrat janë një zgjidhje shumë e mirë për ju. Krundet, tërshëra, orizi i kafë dhe buka për gruri integral ofrojnë lëndë ushqyese që ju ndihmojnë në uljen e kolesterolit
dhe mbajtjen e niveleve të qëndrueshme të presionit të gjakut të shëndetshëm. Personat që vuajnë nga hipertensioni, dietën e tyre duhet ta pasurojnë gjithashtu edhe me sa më shumë fruta. Frutat janë një alternativë e çmuar në këtë rast, pasi do të ndikojnë pozitivisht edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Frutat të konsumuara bashkë me lëvore do të jenë një alternativë shumë e rëndësishme ushqyese për dietën tuaj. Duke ditur rëndësinë e madhe që ato kanë, do ju mundësojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë kundër luhatjeve të hipertensionit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, ekspertët këshillojnë që dietën tuaj ta pasuroni vazhdimisht me fruta efektive, të cilat do ju mbajnë larg problemet tuaja të hipertensionit dhe do të stabilizojnë edhe luhatjet që i kanosen shëndetit tuaj, sidomos edhe fal mungesës së ushqyesve të rëndësishëm në këtë aspekt. Mos nguroni që dietën tuaj ta pasuroni me sa më shumë perime. Perimet janë të pasura me vitamina, minerale dhe fibra të shëndetshme për sistemin tuaj kardiovaskular dhe mund t'japin rezultate të mira në këtë aspekt. Proteinat. Proteinat, përfshirë ushqime të pasur me proteinë në dietën tuaj si mishi badjam, peshku, fasule, thjerrëzat dhe arrat, janë një zgjidhje shumë e mirë në këtë aspekt. Këto ushqime zvogëlojnë rrezikun e goditjeve në tru dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në qëndrimin më të shëndetshëm dhe parandalimin e komplikacioneve tuaja të hipertensionit. Presioni ose hipertensioni mund të jetë një problem i theksuar për shëndetin tuaj. Prandaj, në dietën tuaj duhet të shtoni sa më shumë produkte natyrale, të cilat do të ndikojnë pozitivisht edhe në menaxhimin e këtij shqetësimi. Presioni i lartë i gjakut mund të prek një numër të madh të personave, kryesisht edhe moshat e treta. I quajtur ndryshe si një vrasës thjeshtur, shpesh nuk ka shenja paralajmëruese, ndaj duhet të tregoni kujdes me ushqimet që shtoni në dietën tuaj. Në këtë video do të shtojmë disa nga ushqimet të cilat duhet të konsumohen nëse doni të përmirësoni nivelin e hipertensionit dhe të mbani larg këto shqetësime. Bajamet dhe arrat. Bajamet dhe arrat përmbajnë yndyrra të pangopura që ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Bananet. Bananet janë të pasur me kalium, i cili ndihmon në uljen e niveleve të hipertensionit dhe sigurimin e një diete sa më të pasur me produkte të mira natyrale për mbrojtjen tuaj kundër niveleve të larta të hipertensionit. Shtoni në dietën tuaj sa më shumë produkte të tilla, të cilët do të ndikojnë në rritjen e vlerave të hipertensionit dhe parandalimin e problemeve të tij. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojë hudhra. Për shkak të përmbajtjes së alicinës, ky produkt mund të luftojë gjithashtu edhe problemet tuaja të hipertensionit dhe të ndikojë edhe në shfaqjen e komplikacioneve të tij. Patatet. Patatet kanë magnez dhe kalium, që janë të mira për shëndetin tuaj kardiovaskular në balancën më të mirë ushqyese kundër këtyre problemeve. Farat e lulediellit. Edhe pse të vogla, ato do të ndihmojnë dukshëm në menaxhimin e problemeve të hipertensionit dhe të dobishme edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Speci djegës gjithashtu është një alternativë e çmuar ushqyese. Relakson enët e gjakut dhe ndihmon në uljen e hipertensionit. Shafrani indiz. Ai lehtëson inflamacionin, forcon zemrën dhe përmirëson rrjedhjen e gjakut. Spinaçi. Ky produkt është i pasur me antioksidant që ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut. Në dietën tuaj shtoni edhe panxharin. Lëngu i freskët i panxharit mund të ndihmojë në detoksifikimin e gjakut, trajtimin e mbipeshës dhe uljen e presionit të lartë të gjakut. Vaj i ullirit. Ai përmban antioksidantë të cilët ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit të zemrës dhe uljen e presionit të gjakut dhe një ndikim pozitiv në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Çokolata e zezë. Përmban antioksidantë të cilët përmirësojnë dhe ulin presionin e gjakut. Në dietën tuaj shtoni farët e lirit. Për shkak të përmbajtjes së lartë të acideve yndyrore omega 3 që gjenden farët e lirit, ato ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut. Domatet, ky produkt është i pasur me likopen, që do të ndihmojë në uljen e presionit të lartë të gjakut. Vetëm sigurohuni që të konsultohuni me mjekun tuaj për çdo shqetësim të mundshëm që i kanoset shëndetit tuaj nga dieta e ulët dhe problemet të rënda të imunitetit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.